Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Tiranë ku një 29 vjeçare është marrë me forcë dhe është mbajtur kundër dëshirës së saj për disa orë në një automjet nga një shtetas, gjithashtu 29 vjeç. Policia ka vënë në pranga Jurgen Shimën, banues në Lushnjë, i dyshuar për privim të palishëm të lirisë, kanosje dhe posedim të lëndëve narkotike. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Asdirit, ku i riu, i njohur me vajzën përmes rrjeteve sociale, kishte organizuar një takim me të. Sipas hetimeve paraprake, pas një dreke të përbashkët në Tiranë, ai ka propozuar të shkonin në banesën e tij në Lushnjë, por vajza ka refuzuar. Në kundërshtim me vullnetin e saj, ai e ka detyruar të hipë në makinë dhe është nisur drejt Lushnjës. Burimet policore bëjnë me dije se vajza ka tentuar disa herë të largohet gjatë rrugës, por është goditur dhe kanosur nga autori. Pas rezistencës së saj, ai e ka kthyer sërish në Tiranë dhe e ka lënë pranë banesës së saj. Gjatë kontrollit të mjetit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një sasi lëndë të dyshuar kokainë, e cila po analizohet në laboratorin kriminalistik, njoftoi zyrtarisht policia e Tiranës. Hetimet në këtë rast po vijojnë, ndërkohë që prokuroria ka nisur procedurat për akuzat e ngritura ndaj të dyshuarit, i cili do të përballet me drejtësinë për veprat penale që rëndojnë mbi të.